Përse duhej? Çfarë u bë realisht këtu në këtë vend? Përse duhej ky vend? Shikata. Se thon argjim kot. Unë flas si inxhinier. Sigurisht kjo ka gjitha ambientet ndihmëse që janë për silurët, për karikimin e baterive, janë oficina vete, kuzina vete. Që shërben idesë një lufte. Shërben luftë, po për luftë. Mirë për që thonë që se e ndigjova që tha, futesh këtë delandej. Po, këtu delati. Atje mbyllet gryka. S'ka në ndecet tonë nuk ishin ndofta për atë punë që të binin det hapur e të luftonin. Hapat portën atje, lëshoj si lurat atje, mbyll derën, hajde brenda. Pra, e kishte vetëm të mbrojtë. E kuptoj. Do me thonë ti qëllon që aty. Qëllon. Dhe mbyllesh dhe nuk. Ky është anti-bërthamor? Anti-bërthamor. Tunel anti-bërthamor. Po. Dhe porta... Do të thënë, ideja fillestare për te faktin të nëndecëve me silurët. sa më kujtohet mua, do të dish më mirë të gzim, unë e di se kur ishin për 10 kiloton bomba atomike. Po pra, 10 kilogram për centimetra katror. 10 vërsi sa Hiroshimës. Ban porta, minimum. Ban porta. Po të qëlloj si që qullua Hiroshima, kjo port nuk ajo nuk e gjen asgjë. Dhe të gjithë objektet, që edhe objektet ndihmëse, kanë pasur valvula kundër. Do me thënë është bërë me provën e bombës Hiroshimës. Ajo provë është edhe në literaturën e lexon kushdo dhe po ky ishte procesi më i vështirë. Neve me sondat SZ300 shponim çdo 20 cm. Jo, dua të kuptoj, se e kam të rëndësishme. Ju është thënë që bëheni të jetë me provën e bombës Hiroshimës. Ajo quhet në detyrën e projektimit. Në detyrën e projektimit thotë do bëhen këto gjëra me këtë aftësi, me këtë kërkesë, me këtë kusht teknik, me këtë kështu, me këtë kështu. Përcaktohen 100 detyrën e projektimit. Dhe ne si inxhinierë pastaj vazhdojmë atë. Idenë e ndërtimit kësaj vjen nga lart, nuk është nga ne. Kuptoj. Që do të thotë, në rast të një lufte, në rast se këtë e ka NATO, tu qëllon, mbrohesh, sulmon. Shiko, ky objekt përderisa është bërë për nëndecët bën për gjithçka tjetër. Për gjithë llojet e mjeteve, se në mjetet tani lufta po i çon po bën drona lundrus, që po i bën kaq. Kështu që jo mos hy këtu ai. Këtu e bën me mira. Një objekt i pa prekshëm. I pa prekshëm. Në që të rëzoshte, duhet të hedhësh gjithë malin në tokë, pastaj të vitë të shposh këtë. Një objekt të tillë do kishte zili. Po zili për çfarë? Për shpenzimet? Për çfarë? Për atë kohë që ishin, ata habitshin, që si neve mund të ndërtojmë gjatë tillë. Se ishin shtete shumë, të fuqishëm nga ne. Por nuk arritën dot. Po në fakt si mund po të shikosh Malinezia ato kanë hyrë. Jo, un kam parë Kroacinë që e ka kthyer për turizëm. Shumë e ka të madh, si ky e ka Kroacia. Kroacia jo kaq. Jo kaq. Është më i madh. Është më i madh se Kroacia. Për shembull, të them vetëm më fal vetëm një moment. Kroacia ka përdor për turizëm, që do të thotë. Jo përdor. Çfarë do të bëj? Nuk ka mundësi. Vetëm jo kështu. Po jo kështu. Është turp. Si është turp? Ka që prishur, ka që shkatëruar, ka që mbërdhifur. Pse? Jo kështu. Çfarë vojmë? Sillen në gjendjen që ishte. Futi një gërqela, një gjëja, një bukuria, një gjëja në thetash. Tani ju turprohet puna apo po garavin tash. S'kishte pse ta lënë kështu. Jemi në një kohë tjetër tash. Për turizëm paguhet gjithaj miliona lekë. Gjithë këtu do të jem gjithmonë që kjo mos dalë nga sistemi i mbrojtjes. Të kufizohet. Në sa di unë, Ministria e Mbrojtjes ka një plan për hapje të zonave ku ajo operon. Dhe kjo zonë e Porto Palermos deri tash ju e pa dhe vetë nuk të leo ushtari, është në planin e prapjes. Në kushtet e modernizimit që ka flota jonë vetare, ato që ajo do pajiset me ato mjete, ky tunel, derisa u provua për nëndecet, mund të bëj për çdo lloj mjeti me gjerësinë e nevojshme. Pra i vlen mbrojtjes së vendit tonë situatat dalën në njerë jashtë kontrollit. Dhe ky, me që është derdhur dhe aq djerë, që ne kemi punuar, jo se për të mbrojtur, se kemi punuar si gjithë të tjerët, por në kushtet vështira, ja vlen që ta ketë funksionin e saj, pavarë se mund të bëhet dhe për turizëm të futen. Unë për vete kam qenë në objekte ushtarake në Gjermani, ata kanë qenë divizion ose repart tjetër. Çdo të diel i hapnin portat për njerëzit për të parë ushtrin ku ishin, ku flinin, kapanonet e gjëra. Pra, perëndimi e ka këtë. Po. Edhe ne mund të bëjmë, aman, një moment caktuar, brenda ta zëm 24 orë. Kjo i kthehet ushtrisë. Të vijet në funksionim. Jo, unë duhet të di, është e lehtë të vijet në funksionim, është e lehtë, gjërat nuk janë prekur, gjërat thelbësore. Është e lehtë. E lehtë, po